Moment deklaratën e parë të presidentit Biden, që tha, a mëse një inkursion i shkurtër është? Jo, no. Kur sa po do dhe pengesat e mëvonshme në sistemet që kërkonte ai për luftën në furnizimin e luftës me municione, në furnizimin në ndalimin e ti për të sulmuar objektiva në Rusi. Nëse mund të shtoj diçka. Patjetër. Jam plotësisht dakord dhe kemi diskutuar gjërësisht edhe më parë fajin e administratës Biden dhe e administratës demokrate në shtysën e kësaj lufte. Në vdekjen e qindra mijëra personave nga të dyja anët, sepse fundi a fundi birë nënash janë, si rusët si ukrainasit. Megjithatë, Trumpi, kur vjen si prezident i Shteteve të Bashkuara, jo si prezidenti Trump Tower, duhet ta marrë parasysh që, administrata e mëparshme bëri këto faj, më la këtë në derë, si do të reagoj unë që ta zgjidh në mënyrën më të mirë për popullin tim. Unë mendoj që faji i Trumpit gjendet këtu, që Trumpi këtë e sheh si dy luftim midis vetes dhe Biden, ende. Dhe kjo u pa qarta si kur e qojti Bidenin edhe idiot, do me thënë që ai e sheh veten si kundërshtar të demokratëve, jo si prezident të Shteteve të Bashkuara. Ka cënuar portofolin e shtetit. Edhe këtu ka ulur imazhin e shtetit, nuk ka ulur Biden, sepse Biden ka ulur imazhin e burokracisë, të logjistikës amerikane, që ka qenë pas asaj lufte, dhe e kuptoj, jam shumë dakord që administrata Trump erdhi me premtimin e paqes dhe duhet punojnë ndaj atij premtimi, por jo me pikpamjen që unë po punoj kundër politikave të Biden. Edhe diçka tjetër. Tani, ti e pashëm presidentin Zelenski, që tha në deklarat që unë kërkoj që Amerika të deklaroj se është në anën time. Tashi nuk mund të thush një shteti që ti t'jesh në anën time se zban, si që është Europa. Tani, ai po thot, ai tha tekstualisht, se duhet me marrë realisht si që është Si që është realiteti. A i tha, unë jam në middle, nuk më shtes ty, po nuk më shtes atë. Unë jam që të bëjmë një deal, të bëjmë një marrëveshje, të afirmosim, nuk tha që ti je i preshtu, të afirmosim të gjithë këtë marrëveshje, dhe të zbatojmë dhe në qovë se paqja vendoset, nuk ka nevoj për trupa të Amerikane. A i ka një premtim që nuk do të çojë trupa amerikane në vende ndryshme, ka premtimin tjetër që ka duket që në konfrontimet që kishte mbi NATO-n që kjo është çështja e Evropës, Evropa ta zgjidh vetë, e nga ana tjetër nuk e thret Evropën, sepse ka dhe një koncept të Trumpit që unë jam i gjithë pushtetshëm, i gjithë fuqishëm, unë mund ta zgjidh këtë çështje me të gjithë të pushtetshmit, pra me Putinin, e me tjera me bisedime. Si mund të zgjidhë Europa kur ti je nafta dhe benzina e tankut Ukrainës? Europa është furnizuesja me karburant politik, me karburant ekonomik, monetar e kësaj lufte, apo jo? Po dhe unë duke dhe mbështetja evropiane, po kjo shkonte A merë pjesë Europa me fonde, me mjetë ushtarak? Me fonde ka marë, po jo aq sa ka dhënë Shtetet e Bashkuara. Po si nuk ka rëndësi, a merë pjesë? Po marrin pjesë, por Trumpi ndoshta këtu ka drejt. Ti e pjesëtare në luftë, si do mulin të avalin për paqen? Trumpi po përpiqet të negociojë në mënyrë me këtë, do me thënë, qasje që bota është akoma unipolare. Dhe Amerika është hegemon, i cili mund të asertoj atë vullnetin e saj mbi popujt e tjerë. Shumë e drejtë. Realiteti i botës së tanishme është që bota nuk është më unipolare. Nuk është më unipolare dhe nuk mund të negociosh vetëm me Rusin, ta zëm, edhe pse kjo zoti Zef paraqiti edhe më parë kur tha në luftën e dytë botërore këto ndodhen, sepse ai ishte formimi i botës dypolare, domethënë, Amerika, Bashkimi Sovjetik.
sot e kësaj dite ke 4-5 fuqi të mëdha, ke Kinën, ke Rusin, ke Amerikën, ke Bashkimin Evropian, ke dhe fuqi më të vogla rajonale, Turku, Irani e kështu me radhë, që secili kanë interesat e tyre gjeostrategjike, të cilat herë janë në alignment me interesin tënd dhe herë nuk janë. Trumpi këtë nuk e ka kuptuar akoma, që bota nuk është më bota e 2001-shit, ku dilte George Bush televizor dhe thoshte o jeni me ne o kundër ne. Të tjera e kanë kurajën të thonë edhe jemi kundër jush. Sepse del kundër interesit. Jo, unë mendoj që çështja e Ukrainës është diskutuar me presidentin e Indisë. Mendoj dhe domethënë objektivat që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë diskutuar për zgjidhjen e këtij konflikti ushtarak që rëndon mbi popullin, jo vetëm popullin e Ukrainës, por rëndon edhe shpirtërisht mbi gjithë kombët e tjerë që kanë vujtur. E dyta është diskutuar me presidentin francez, se si mund të jetë në një të ardhme, këto nuk janë bërë publike. Jo, edhe me atë kryeministrin anglez. Edhe me kryeministrin anglez. Çfarë u bën publike, u bën vetëm me kjo show ti edhe ra me të vërtet në një grack mediatike. Okej. Tani unë kam një pyetje. Unë mendoj, mënyra që mendonte Trump për zgjidhjen e konfliktit ishte të gjej një mënyrë që ato para që ja kemi dhënë Ukrainës ne t'i marrim mbrapsht, ideja e blerjes të atyre mineraleve të rralla që nevojiten për bateritë e makina, nevojiten për pajisje ushtarake, nevojiten për cilat toka e rrallë që quhet që Amerika ka nevojë. Deri këtu unë isha dakord me konceptin e Trumpit. Nëse ai thoshte ndër të tjera duke qenë Amerikanët në terren duke punuar për zbulime të mëtejshme të këtyre mineraleve që ka, nuk do guxoj Rusia të sulmoj Ukrainën, se këtu është koncepti i paqes Trumpit, pasi unë do të jemi pranishëm dhe do të involvohet me mua. Nga ana tjetër, koncepti i tij është unë merrem vesh me të mëdhenjt. Nuk kam nevojë unë të merrem vesh me kombet e vegjël si Ukraina, siç i konsideron ai. Unë mund bisedoj me Putinin dhe e zgjidh unë këtë luftë. Ky koncept është krejtësisht i gabuar, jo realist. Dhe nuk do çojnë në zgjidhje. Jo, unë nuk e kam mendimin që kjo ndërmarrje është për zgjidhje, midis kokave të mëdha. Unë mendoj që është një fazë diskutimi për të arritur ke vendimi. Vendimi duhet merret edhe me palët tjera, sigurisht. Detyrat që i caktoi Evropës, pavarësisht nga Afrika, Evropa i kreu. Marrim këtë anën tjetër. Të gjitha këto fondet që kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zelenski po deklaron që nuk kanë shkuar në destinacionin e duhur. Tani, është e drejta e dyshimit të presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ku janë këto fonde? Edhe akuza, po megjithëse ishte jo vendi aty. E J.D. Vance për fondet që kanë hikur një pjesë e tyre edhe për vila. A ka drejt, a ka drejt se në këto fonde ka korrupsion? A ka dhëna që nga elita politike ukrainëse kanë ble prona në San Francisco, janë bërë milioner në Saint-Tropez franceze. Me taksat e mia. Dhe ky është motivi që është në Trumpin. Nëse mund të them diçka. Amerika e ka ditur shumë mirë këtë realitet. Ka vite që sepse net worth-i i Zelenski shkoi nga 300.000 në 47 milion në 3 vite. Kjo është e paparë, se vetë Zelenski ka përfituar nga çka ka ndodhur personalisht në luftë, gjithashtu dhe generalet Ukrainas, gjithashtu dhe oligarkët pas Zelenski që e kultivuan atë. Pase ne dim Ukrainën edhe dim edhe Bidenin që ishte rasti i birit. Edhe ndërlidhja e vetë familjes Biden në atë mes, është histori e gjatë, por ku dua të dalë? Dua të them që këto janë realitetet të ditura jo vetëm në rrethet private, edhe në rrethet publike tashmë. Gabimi i Trump nuk është se i kërkoj të drejtën amerikane Ukrainës, ai nuk është gabim. Gabimi është paraqitja se si u bë ajo. Sepse edhe europianët e dinë shumë mirë se ku qëndron Amerika dhe Zelenski, edhe rusët, edhe partnerët strategjik të tjerë e dinë shumë mirë ku qëndron strategjia. Keq kuptimi këtu është që Trump beson që nëse e bën këtë publike,
do të egzertoj presion. Po. E kundërta ka ndodhur. Sepse presioni i Trumpit vetëm e ka shtyr Europën më larg Shteteve të Bashkuara. Edhe liderët e të djathtës europiane kanë dalë me statemente, kanë dalë me deklarata, duke thënë që Europa tashmë duhet shikoj rrugën e vet strategjike. Jo, është deklarata e presidentit gjerman i cili tha nuk më mente mendja kur që do mbronin Ukrainën nga Amerika. Po, edhe është një thënje që me diskutuar më parë që thotë të jesh armik i Amerikës është keq, të jesh mik i Amerikës është ende më keq. Dhe zoti Zef e hapi me këtë duke thënë që sot e ke, nesër nuk e ke Amerikën. Sepse Amerika ka interesat e veta gjeostrategjike. Edhe diçka tjetër, për shembull, që të jemi më realist. A është bërë një analizë nga emisionet që kam parë, kurse kam parë këte, a ka në një analizë të hollësishme eksaktësisht pse ka filluar ky konflikt me këtyre dy shteteve?